gjyshrit ton janë sikur ato Nokia të vjetra. Gjyshi jam i ka 88 vjet, nuk smuhet kur. Unë veç pak me dali veshur më hall, 3 ditë nuk më me ardhë në vete. Nëse imuniteti trashëgohet prej gjeneve, pse nuk jam me doni qaq i fortë sa ai? Sa përqen është për gjeneve? Se çdo send botë është 0 deri në 100%. Sa përqen është për gjeneve? Në bazë literaturë është 25%. Plus që ti gjyshin e ke kogja diferencë gjenetike, se ti e ki gjyshin, e ki nonën, e ki babën, do më thonë je kombinim triple genetik, do më thonë nuk i ki ti imunitetin copy-paste si gjyshit, genetikën për flasë copy-paste si gjyshit. Që po ta bëj ty një pyetje? Hajde. E ke një iPhone, në zene 15, edhe ki një Nokia 3310. Kësi, të në hershit që. Po? Cili është maj fort? Në çfarë konteksti? Në rezistent për shembull. Ma rezistent është Nokia? Of course. Po cili kryen punë më shumë? iPhone-i. Exactly, ja. Do më thonë, gjyshrit tonë janë sikur ato Nokia të vjetra. E kanë rezistencën sepse prodhimi i tyne atëherë, ata nuk janë ekspozuar rrezatimit si ti sot. Ata nuk kanë hongër 5 herë në ditë sendviça me kashkavall, ata kanë rujtë dhe kanë prej lopën vet, kanë hongër kos që ka probiotik. Ti sot han jogurt grek që është aty shkruan 5% fet, po trust me nuk është 5%. Ai nuk ka hongër gjana ku ka shkru pa konservant, sepse ai ka ditë që s'ka konservant, sepse ai ka kriju vet. Qofshin ato të tipit ushqimeve tjera që kanë probiotik, për shembull, ndoj lakën, ndoj turshi ose diçka që janë të shëndetshme për organizmin. Domthonë baza e gjyshit tënd, shtoja këtu edhe gjenetikën e tij të fortë, e bën ato më rezistent sot prej banaliteteve të tipit gripe, ftofje e gjana tjera. Kurse ti i rritun me telefon, i izoluar në 100 metra katror në banesën tënde, pa dal kur në livadh, pa dal kur në mal, pa hongër kur mjalt natyrale, pa konsumu ujë të kronit, po të konsumu ujë plastik, natyrisht se je sigur ky iPhone, je shumë cilësor, qëtë foto shumë të mira, po pak me bëmetron tokë, shko bleje të rion për ndryshe